Kurse sot nuk ka njeri që e blen një shtëpi atje. Pra i ka rënë dhe vlera e pronës të atyre njerëzve që e kanë vlerë me mundin dhe djersën e tyre. Përpos kësaj doja t'ju kërkoja që të gjithë, një nga kolegët e juaj e kishte bërë sot kërkesën që të marrin pjesë në këtë seancë. Ju ftoj që ti bëni këto kërkesa, gjykata në rastin konkret e refuzoi kërkesën, pavarësisht se unë i kërkova që për shkak të funksionit tim, qytetarët duhet dinë nëse përfaqësuesi i tyre pas ka gënjur apo s'pas ka gënjur. Qytetarët kanë të drejtën ta dinë këtë. Dhe prandaj nëse është një deputet apo një përfaqësues politik në një seancë gjyqësore, duhet të jetë seanca e hapur. Duhet të jetë ligj kjo që seanca duhet të jenë të hapura në raste të tilla, sepse ne kemi përgjegjësi jo vetëm ligjore, por edhe përballë publikut që na ka votuar, na ka mbështetur, vazhdon të na mbështesë. Pra, në këtë aspekt do ju ftoja shumë që të merrni pjesë dhe të shikoni se çfarë bëjnë oligarkët e Edi Ramës, se çfarë pushteti kanë këta, se si sillen këta, se si mund të sulmojnë dhe të akuzojnë këdo, ndërkohë që vetë nuk i gjen absolutisht asgjë. Mos harroni, ky kishte 7 kate pa leje te kulla atje, 7 kate pa leje, dhe jo vetëm që nuk e gjeti gjë, po ju legalizuan, ju rregulluan se si i bëjnë, i din vetë këta, ndërkohë që qytetarët shqiptarë në shtëpiat e tyre që kanë paguar prej 30 vitesh taksa, ujë, drita dhe çdo gjë tjetër, jo vetëm akoma nuk ja kanë legalizuar shtëpitë, po kur i teket Edi Ramës me Lubin të bëjnë një projekt apo ndonjë rrugë për të vjedhur, ja u prishin dhe shtëpiat dhe nuk i japin